Sipas parashikimeve të fundit hidrometeorologjike në basenin e lumit Drin gjatë datave 17 deri në 23 nëntor, pritin reshje me intensitet të lartë. Kjo ka bërë që kryebashkiaku Benet Beci të nisë javën në një mbledhje urgjente me strukturat e emergjencave të Bashkisë Shkodër, ku e pranishme ishte dhe prefektja e qarkut Shkodër Holta Duda. Nga komunikimi me të gjitha drejtoritë përgjegjëse dhe verifikimet në terren, kryebashkiaku Beci ka konfirmuar se gatishmëria është maksimale dhe situata po vlerësohet me seriozitet të plotë. Në të gjithë territorin e bashkisë janë kryer ndërhyrje të vazhdueshme për pastrimin e kanaleve, kolektorëve dhe segmenteve të ndjeshme, me qëllim garantimin e funksionimit të sistemit të kullimit dhe parandalimin e problematikave të mundshme. Strukturat e pushtetit vendor vijojnë të jenë në kontakt të vazhdueshëm edhe me korporatën elektroenergjetike shqiptare, e cila po monitoron në mënyrë të pandërprerë situatën hidrometeorologjike, ndërsa operimi në kaskadën e Drinit po kryhet brenda kushteve teknike dhe kuotave të përcaktuara nga rregullorët në fuqi. Ekspertet kanë apeluar drejt qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat me risk dhe ndjekin njoftimet zyrtare të institucioneve. Për çdo problematik, strukturat e emergjencave, ndërmarrja e shërbimeve publike po ashtu është në gatishmëri të plotë për t'i paraprirë rreshjeve intensive të parashikuara nga shërbimi meteorologjik. Në vijim të këtij plani pune po ndërhyet në zonën e Unazës perëndimore përgjatë rrugës Vëllezërit-Frashëri, ku po pastron kanalet e kullimit, pusetat dhe segmentet e ndjeshme për të garantuar qarkullimin e ujërave dhe shmangjen e problematikave gjatë rreshjeve.